Fillon takimi. Me njerë në sulm është skuadra Drenicës. Është një goditje lirë. Të dy trajnerët mjaft aktiv. Tahiri, Namani, një pasim i mirë brenda zonës, mundësia tani. Tahiri, goditja, jashtë. Minuta e 30, rasti parë në ndeshje. Ja dhe njerë mundësia që e pati. Pozita ishte rregull për Ardit Tahirin. Pasim vertikal perfekt i dhënë nga Hamdin Namani. Vetëm Asimi Rexhaj edhe njerë për Hamidin, pasaj Fatmir Rexhaj ka gabuar. Shumë hapësira në mbrojtjen e Drenicës. Shojmë nëse do ta shfrytëzoj këtë mundësi skuadra Llapit. Tahiri në qendra i top, shansi për Ramatanin e Majta shkon jashtë. 2 minuta janë dhënë shtesë në fundin e pjesës së parë. Simi është për Iqbal Jasharin. Jashari për te Ukaj, pasimi provuar, reagimi dohet në mbrojtjen e Llapit. Mundësia tani brenda zonës, goditja jashtë. Pran golit në startin e pjesës së dytë skuadra Drenicës me Djellor Besenin. Eri shojmë edhe njerë. Topi që u devijua nga mbrojtja Llapit dhe me të djathtën tentoi Beseni. Ka marrë topin tani Gashiani. Fantastik ky pasim tani, mundësia për golin. Goditja dhe 1-0. Realizon Llapi minuta e 66. Arjanit Hasani realizoi ai golin, por merita të mëdha ka edhe Elvir Gashiani me asistimin e shkëlqyeshëm që dha, por edhe me driblimet shumë e vështirë për të ndalur skuadra Drenicës në mbrojtje. Shohim këtu pasimi vertikal i dhënë perfekt nga Gashiani dhe finalizimi nga Arjanit Hasani. Topi humbur nga Shala, Gashiani. Tahiri, Hasani, goditja, super gol. 2-0 për Llapin, është sërish Arjanit Hasani që shënon minuta 77. Eri shojmë golin. Ishte pasimi i Tahirit dhe me të Majtën, çfarë goditje ka bërë Hasani. Këtu mbyllet sfida, Llapi arrin në finalen e Kupës së Kosovës për këtë edicion, duke eliminuar Drenicën me rezultat të përgjithshëm 4-0.